Vlerant tash kryetar komune për ty është e punë e re, edhe siç e di, punë e re duhet prezantohesh para një komisioni, që në këtë rast janë votuesit komision, edhe trego kush është vleranti për ata që nuk e di. Vleranti është një djalë i lindur në Kondof, në 92, prindi 2 vajzave, i martuar. Qofshin me jetë të gjatë. Faleminderit. Motivi pse edhe i kam vi kësaj gare, beso, bashkë me bashkëmoshatarët e tyre. Kam mbaru studimet në energjetik në fakultetin maqinerik në Universitetin Shën Kirilli dhe Metodë. Pastaj edhe aty vazhdova masterin, por e ndryshova pak në elektro. Okej. Dhe tash jam duke doktoru në elektro. Temën e kam implementim të inteligjencës artificiale, por me bo parashikim të energjisë nga turbinat e erës. Më tonë energji rinovueshme dhe ajo. Po. Edhe pse jam kështu i rinë mosh, beso u bon më 14 vite ullumtim në fushën e shkencës. Jam mundu që çdo herë ta jap maksimumin për ta prezantu njerë familjen, vendin, atë që besoj edhe përfarsoj. Okej. Këtë rast edhe aspektin kombëtar.